Nga kjo fundjavë dhe përgjatë fundjavës së 25-26 prillit, në studiot e Vision Plus ka nisur zyrtarisht audicionet e Miss Shqipëria, duke shënuar hyrjen në një fazë të re të këtij kompeticioni të shumëpritur. Pas përfundimit të aplikimeve online, ku mbi 400 vajza nga i gjithë vendi shprehën interesin për të qenë pjesë e garës, tashmë procesi vijon me audicionet e hapura. Besoj që edhe nga raporti aplikimeve që kanë qenë mbi 430 sa vajza që kanë aplikuar te webi zyrtari i Miss Shqipërisë, besoj që do të ketë ka një interes të jashtëzakonshëm edhe për vetë faktin që ky event prej 28 vitesh nuk ka ndaluar asnjë vit, edhe në vitet me vështira të pandemisë në 2020 dhe 2021 kemi vazhduar ta organizojmë live si gjithmonë. Kështu që kërkesat janë në rritje, edhe kjo tregon faktin që Miss Shqipëria është një brand shumë serioz. Prej vitit 1998, Miss Shqipëria, nën organizimin e Deli Art Association dhe drejtimin e Petri Bozo, është kthyer në një platformë që shkon përtej bukurisë fizike. Kompeticioni promovon historinë, traditën dhe kulturën shqiptare përmes një rrugtimi simbolik në destinacione të ndryshme turistike të vendit, duke vënë në fokus identitetin kombëtar në markën Made in Albania. Miss Shqipëria vazhdon të ruajë traditën e vet që të mos organizohet asnjëherë në një sallë interieri, pra gjithmonë në natyrë, mbas cirkuitit prej 26 viteve të kalave të trashëgimisë kulturore, gjithë raporteve të monumenteve të kulturës që ne kemi ndjekur në mënyrë rigoroze, do të vazhdoj që vjet tashmë në përparqet kombëtare dhe qendrat e rinovuara të qyteteve. Këtë vit do ndodhemi në Pogradec për herë të parë. Do të jetë një program i ngjeshur me aktivitete përpara se sa të mbrim në finalen e 6 qershorit në Pogradec. Emocionet e para të këtij rrugtimi do të ndahen me një staf profesionist dhe emra të njohur të skenës së bukurisë si Drita Ziri, Ertemiona Mejdani, koordinatorja Armela Mitri dhe producenti ekzekutiv Frenki Bozo, të cilët do të jenë kontakti i parë i vajzave me këtë eksperiencë sfiduese dhe emocionuese. Ky edicion shënon dhe rikthimin e Miss Shqipëria në ekranin e Vision Plus me një frymë të re bashkëpunimi dhe synimin për të sjellë një spektakël dinjitoz për publikun shqiptar.